Burimet e rinovueshme do të rriten më shpejt se çdo burim tjetër kryesor energjie në dekadën e ardhshme, sipas Agjencisë Botërore të Energjisë, duke bërë largimin nga lëndët djegëse fosile të pashmangshëm. Sipas raportit vjetor kryesor të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, në 5 vitet e ardhshme do të ndërtohen më shumë projekte të energjisë rinovueshme se sa janë ndërtuar në 40 vitet e fundit. Raporti tregon se kjo rritje e energjisë rinovueshme mund të përmbush pothuajse të gjithë rritjen e kërkesës botërore për energji elektrike, që pritet të zgjerohet me 40% gjatë dekadës vijuese. Kjo nxitje do të vijë nga kërkesa për makina elektrike, ngrohje, ftohjes edhe për të fuqizuar qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale. Raporti gjithashtu thekson një rilindje të energjisë bërthamore të nxitur nga kompanitë e mëdha të teknologjisë që kërkojnë furnizim të qëndrueshëm me energji me karbon të ulët për qendrat e tyre të dhënave. Agjencia parashikon që investimet globale në qendrat e të dhënave do të arrijnë në $580 miliard në vitin 2025, duke kaluar shumën prej $540 miliard që po shpenzohet për furnizimin global me naftë. Rritja e energjisë elektrike me karbon të ulët pritet të vulosë tranzicionin larg epokës së karburanteve fosile, pavarësisht thirrjeve të administratës Trump për të tërhequr nga investimet e gjelbra dhe për të shtuar kërkimet për naftë dhe gaz. Vendimi i Donald Trump për të tërhequr mbështetjen ndaj energjisë rinovueshme pritet të ketë pasoja të dukshme. Sipas skenarit kryesor të agjencisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë rreth 30% më pak kapacitet të energjisë diellore deri në vitin 2035, krahasuar me parashikimet e vitit të kaluar. Megjithatë, në nivel global, burimet e rinovueshme do të vazhdojnë zgjerimin e tyre të shpejtë, thuhet në raport.